Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë ka nisur prej disa ditësh një aksion kontrolli në 10 biznese në Vlorë. Aksioni është përqendruar në subjektet private të evidentuara me risk, ku mund të ketë tregtim të produktit të mishit të pulës me salmonel. Inspektorët e sigurisë ushqimore këto kontrolle i kanë vazhduar edhe këtë të njëjtë, ku fillimisht janë kategorizuar strukturat e subjekteve private, të cilat paraqesin rrezik të lartë për tregtimin e mishit të pulës me salmonel. Edhe sipas direktivave nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me kryesi në Tiranë, është vendosur që bizneset të cilat do të kenë në prioritet të kontrolleve do të jenë marketet, supermarketet, restorantet dhe fast foodet. Nga kontrollet nuk janë përjashtuar edhe fast foodet, të cilat janë afër shkollave, apo edhe tregtarët të cilët shesin produkte të mishit të pulës dhe jo vetëm në tregjet e qytetit. Kontrollet sipas informacioneve janë shtrirë edhe në subjekte private në fshatra dhe në brendësi të blloqeve të banimit për shkak të rrezikut të shpërndarjes së këtij produkti. Shumë prej bizneseve janë kontrolluar deri më tani, teksa sipas të njëjtave informacione, këto kontrolle do të vijojnë edhe në ditët në vijim. Fokusi i kontrolleve në fjalë ka qenë garantimi i sigurisë ushqimore, teksa për të garantuar mbrojtjen të klientëve janë kontrolluar dhe një sër produktesh të tjera, të cilat nuk kanë patur në përbërje mishin e pulës, por janë kontrolluar për plotësim të kushteve të tregtimit dhe servirjes te klientët. Gjithashtu, është ndërmarrë dhe një fushat sensibilizimi për shumë klientë, ku në dyer hyrëse të subjekteve private janë vendosur disa tabela informuese për klientët, të cilat evidentojnë produktin që ka patur përmbajtje salmonele. Njëkohësisht, nëpërmjet tabelave ju bëhet thirrje qytetarëve që nëse e kanë blerë këtë produkt, mos ta konsumojnë, por ta kthejnë atë në subjektet të cilat e kanë blerë, ose edhe nëse e kanë blerë dhe e ka konsumuar, të raportojnë rastin në fjalë. Në shërbim të tyre janë vendosur edhe numra në dispozicion nga AKU i rajonit të Vlorës. Këto nisma shërbejnë për gjurmimin e produkteve që mund të përbajnë salmonel dhe njëkohësisht në evidentimin e subjekteve private që e kanë tregtuar.